Mbrëm në orën 22:30 në rrugën Murat Baftiari në Tetov, zyrtarët policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria personin AI 27 vjeçar nga fshati Gajre. Ai ishte denoncuar se në objekt hotelerik ka prishur rendin dhe qetësinë publike me sjellje agresive, duke thyer tavolinat e lokalit. Gjatë ndërhyrjes së policisë, AI ka vazhduar me sjellje agresive dhe ka sulmuar një zyrtar policor. Ai po mbahet në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në ora 13:25 në policinë e Gostivarit është denoncuar se në një parking pranë udhkriqit të rrugëve Goce Delçev dhe Vllezëri Gjinoski është përfshirë nga zjarri automjeti Golf me targa të Gostivarit, pronë SHB 60 vjeçar nga fshati Gradec. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa zjarri është shuar nga njësia territoriale kundër zjarrit në Gostivar. Ekspertizë në vendin e ngjarjes ka kryer ekipi i DPB Gostivar. Mbrëm pas mesnate, në sektorin për punë të brendshme Tetov, personi AD, 29 vjeçar nga fshati Gjepçisht, ka denoncuar se nga një plac ku para 2 muajsh kishte lënë automjetin BMW me targat të Tetovës për ta shitur, makina është marrë nga një person femër e panjohur, po merren masa për zbardhjen e rastit. Mbrëm pas mesnate, në stacionin policor Gallat, personi AS 40 vjeçar nga fshati Debresh ka denoncuar se rreth orës 23:10 të ditës paraprake, në një sallon lojrash në fshatin Debresh, djali i tij i mitur është sulmuar fizikisht nga një i mitur tjetër nga i njëjti fshat, po merren masa në zbardhjen e rastit. Dje në ora 16:05 në departamentin për punë të brendshme Gostivar është raportuar se në rrugën rajonale Gostivar Gradec, lagja Mllaki, automjeti Mercedes me targa të Gostivarit i drejtuar nga SJ 46 vjeçar nga Vrapçishti ka goditur këmbësorin 69 vjeçar BS nga Gostivari. Këmbësori ka pësuar lëndime të rënda trupore, të cilët janë konstatuar në qendrën medicinale në Gostivar. Inspektim në vendin e ngjarjes është kryer nga ekipi i departamentit të punëve të brendshme Gostivar.